Një tërmet me magnitudë 3,8 goditi pranë bashkisë Lushnje. Qarku Fier, Shqipëria Jugore. Sot më 30 mars 2026 në orën 05:31 me orën lokale. Ose më 30 mars 2026 në orën 03:18 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 15:0 në sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 41,005 dhe gjatësi 19,786. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Janë 22 raportime në formën që janë ndjerë se kanë lidhje me tërmetin që ka ndodhur. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Peqin, qarku i Elbasanit, Shqipëria Qendrore, që ndodhet 6 ose rreth 3,72 milje nga epicendra. Bashkia Belsh, qarku i Elbasanit, Shqipëria Qendrore, ndodhet 9,59. Qarku i Elbasanit, ose rreth 9. Fierit, që ndodhet 10 ose rreth 6,21 milje larg. Cërik, qarku i Elbasanit, Shqipëria Qendrore, ndodhet 17 ose rreth 10,5 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.